Në datën 23 tetor, OSB Odir i bëri një skaner të plot zgjedhjeve të 11 majit të mbajtura në rang vendi. Zhvillim ky i ndjekur me interes, sigurisht edhe nga qytetarët e Vlorës, të cilët ndajnë mendimet e tyre personale mbi këtë raport. Për pjesën më të madhe të qytetarëve, ky raport është më së i drejtë, pasi ashtu siç u deklarua edhe në raportin e OSB Odirit, zgjedhjet e 11 majit kishin mjaft pa rregullsi. Qytetarët theksojnë faktin që në to ka patur ndikim të fortë politik për të fituar sa më tepër vota nga qytetarët. Në procesin zgjedhor, sipas tyre, ndikoi ndjeshëm edhe korrupsioni. Qytetarët mendojnë se ende në Shqipëri vazhdon fenomeni i blerjes dhe vjedhjes së votave. Po ato gjithmonë kanë qenë ato që konstatuan atë. Si janë të reja. Asnjë përmirësim ndër vite. I çfarë? Për shembull, mendimin tuaj, a ka ndikim nga partitë politike për vota? Po se ato nuk duan që ta çojnë drejt. Ato njëri do, tjetri s'do dhe bëhet ashtu qyteti. Të gjithë kanë vjedhur ata. A bën korrupsioni punën e saj në proceset zgjedhore, si e mendon? Të dy palët, të dy partitë me ta bëjnë. A vjedhin vota? Ekziston fenomeni i vjedhjes Po vota? vjedhin ata që matrapas duan nxirren në një lekë dhe qyteti i fusin këto partitë qyteti dhe kështu. Po si e cilëson këtë proces? Duhet vazhdoj kështu? Apo do të përmirësim? Po duhet që të ikë të heqën dorën ajo boll bën. Kështu është bërë në çdo vend, edhe në Greqi. Domethënë po kanë ndryshuar se ata kanë 30 vjet që janë Bashkimit Evropian. Edhe këta duhet një 40 tash. Ne që shikoni këtu, po e kam gjuar, ne të gjithë jemi marrë me politikë kone e Enverit. Tashti është politikë pa qavure, ne nuk merremi më. Nuk e di, sot është koha e gënjeshtrave. Sot nuk është koha e objektivitetit, po e subjektivitetit. Si bën zgjedhjen? A vjedhin vota? A ka korrupsioni? Të gjithë blejnë, të gjithë vjedhën, të gjithë bëjnë. Ne pleqt jo, ne në kontoni jo, nuk kemi bërë. Absolute, kategorike. Kush e fiton pushtetin? Ai që kam shumë blek apo ai që ka platformë? Gjithmonë fiton paraja, jemi në kapitalizëm. Nuk jemi në botën komuniste, socialiste. A duhet vazhdoj kështu? Duhet brezëri të bëjë revolucion, jo me armë, po me teknologji. Për emigrantët, të cilët nuk kanë marrë pjesë në këtë proces në mënyrë të drejtë për drejtë dhe nuk jetojnë në vendin tonë prej vitesh, fushatat dhe proceset zgjedhore në Shqipëri janë përmirësuar shumë në krahasim me vitet e mëparshme. Por emigrantët mendojnë se ende ka shumë nevojë për përmirësim për arritjen e standardeve europiane. Jo, nuk se dje kam ardhur, kam qenë jashtë shtetit dhe nuk kam dje. I ke parë proceset e fundit zgjedhore në Shqipëri? Pjesërisht. Çfarë mendimi ke për to? Si zhvillohen? Në logjikën tënde me që nuk jeton ke një logjik më të fortë, më të ftohtë? Po, ka progres, po duhet më shumë objektivitet e drejtësi. Vazhdon në ndikimi zgjedhor, domethënë partitë që të cilat ndikojnë për rezultatin apo tek votuesit? Ndikojnë. Po korrupsioni bën sajnë? Korrupsioni po akoma vazhdon. A viden zgjedhja, a viden vota, mendimin tuaj? Jo si më përpara. Po ka, vazhdon ende. Besoj ka, pra. Ka se ka bën për demokracinë në Shqipëri akoma. Për ndërmom duket se vi njërë në vit këtu, nga një muaj, edhe çdo gjë është e shkëlqyer. Po zgjedhje si ti besoj i ke ndjek dhe nga Amerika. Dgjoj, nuk diskutohet mohabet, po me çmbaj mend nga zgjedhjet 92-shit edhe më parë, këto janë lule. Atëherë domethënë dishi kutit, nuk la hapshi kutit, tani çdo gjë është transparente. Ama ka nevojë mendon për përmirësim. Patjetër. Ka domethënë çdo gjë do përsosmëri. Cila është një emet zgjedhjeve që ti ke marrë? Çfarë them unë tash? Nuk mund ashtu se s'kam qenë aktiv në këto gjëra, prandaj. Se kanë ndikim partitë politike dhe votat. Nga çka qenë shumë mirë. Po korrupsioni bën punën e saj. Tash korrupsion ka kudo në gjithë botën. Ashtu. Që duhet frenuar, janë si thua institucionet, format duhet fuqizuar për ta frenuar korrupsionin, se nuk e bëjnë vetë partitë, e bëjmë ne. E kemi në gen këtë punë korrupsionin. Këdo që të vësh, mentaliteti është domethënë sa të hyjë në atë pozicion të vjedh. Ka edhe nga ata për të cilët raporti OSB Odir nuk tregon asgjë. Kjo kategori e qytetarëve
vlerëson procesin zgjedhor në Shqipëri si një model, teksa edhe njerë fajson sistemin politik të kaluar. Po harroj të thoshte atë ai që sa lek pagoj, sa liu dhe sa prurit huaj që i futi në atë. Për te i fakti I harroj OSB-ja atë. ju thatë, si pat ato zgjedhje ka pasur? Zgjedhjet janë bërë të qeta edhe shumë të rregullta. Këto të tjerat janë kot pasaj çfarë muhabeti. Raporti OSB Odirit evidentoi problematika, por edhe progres, duke vënë njërazi piketat për përmirësimin institucional, por edhe operacional nga ana e autoriteteve shqiptare. Raporti dha konkluzione të përgjithshme, si dhe analizoi veçanërisht rolin e administratës zgjedhore, financimin publik, drejtësinë, shoqërinë civile dhe sigurisht politikën në mbarvajtjen dhe organizimin e zgjedhjeve të 11 majit.